Kishin qenë afrim me një Gjakovar dhe një Lapjan shok në ushtri. Po flasë jo luftën e fundit, po dhe ma herët, aty në të dy herë, para luftë shumë. Edhe bojnë mes të mirë edhe mas një kohë, si shtojnë aty shok të ushtrisë mesin me dëvërtet, mes dëvërtet. Edhe e Lapjoni thëtë, po shkajnë Gjakov ndarë. Mi po mikun se kum po më ti. Shkon aty, situata ekonomike ishe rëmë, ju në i gjendje mirë edhe ullet, ja bëni ma betë buke krype zemër, se thujmë në atje, edhe thujmë krejtë Kosovë, Gjakovari. Po ndërkohë, e fillon ushqimin, gjiz, speca, djath, edhe ato shka ishin qëllun familje, edhe ndërkohë gruja e Gjakovarit hynë në aty, në vomë, thëtë njëri ata bi pulen. Ky Lapjoni të e prit pulen, thëtë kjo edhe pak. Henja 3-4 herë, 5-6 herë, të i thonë njeri ata bi pulen, e Lapjoni e frimet pakun të e prit pulen. Edhe e shetë që s'po anë më buk Lapjoni, tha Gjakovari, thëtë gru, thëtë bere pulen. Kur vjen gruja me pulen dur, me angër truat aty, jo për me... Jo me angër pulen. Unë edhe e rri me festa, i sholla vetë ma i morë për gjithë. Faleminderit shumë.